Familjar të Fadil Hoxhës nga Grabiani Divjakës, i paraburgosur i akuzuar për vjedhje që humbi jetën si pasojë një infarkti, ka bërë kallëzim në prokurorinë ndaj policisë së Divjakës dhe personave që sipas tyre stisën ngjarjen. Familjarët akuzojnë policinë se nuk i lejoi t'i fusin ilaçet në qelita afërmit të tyre që vuan dhe nga probleme kardiovaskulare, si edhe për dhunë ndaj tij. Kemi ardhur për të bërë një kallëzim penal ndaj policisë bashkiake Divjak, e cila në mënyrë të padrejtë arrestoi baban tim. Pronari i pronës ku pretendohet se kishte vjedhur baba im, thotë që mua as nuk më është vjedhur ullinj dhe as nuk kam bërë kallëzim se më ka vjedhur njeriu pronën tim. Është noterizuar, ja e shikoni edhe vetë. Djali që kishte qenë me të, atë djalin e vogël të mitur, ai më vonë si doli, e tha xhaxhin tha që luaj me grushta i policin në stomak tha. Si thosh kishte thënë, merri thas ato që kishin gjetur nëna ullisha të karroca e drejtë vegla. Ti vetë ai ky s'kishte pranuar. Sem fëmijë. Edhe ai ja kishte futur në grushtë stomak. 54 vjeçari Fadil Hoxha, nga fshati Grabian, ndoroi jetë në QSOT pak orë pasi e kishin shoqëruar në komisariatin e Divjakës për vjedhje dhe dëmtimin e disa rënjve ulli.